Një vajzë e vogël, e mbuluar me pluhur dhe me rroba të vjetra, përshpëriti në një restorant luksos se do ta shëronte djalin nëse i jepnin ushqim. Marcelo e përqeshi me përbuzje, pa e ditur se po refuzonte mrekullinë e vetme që mund ta shpëtonte Rafaelin. Restoranti ishte i mbushur me drita kristali, tryeza të mbuluara me pëlura të bardha dhe një muzikë klasike që mbushte ajrin me qetësi të rreme. Ishte një vend ku hynin vetëm ata që kishin para të mjaftueshme për të paguar shuma të mëdha për një vakt të vetëm. Marcelo Costa rrinte pranë djalit të tij në karrocë, duke fshehur dhimbjen pas një fytyre të ftohtë dhe të kontrolluar. Rafaeli ishte i dobët, pa oreks dhe pa energji, dhe sëmundja e tij e pashpjegueshme po e paralizonte gjithnjë e më shumë. Kur menaxheri i restorantit i tha se një fëmijë rruge po kërkonte të fliste me të, Marcelo u zemërua. Ai kishte parë shumë mashtrues që premtonin shërime të rreme. Por kur vajza këmbënguli se mund ta ndihmonte Rafaelin dhe kur vetë djali kërkoi që ta lejonin të hynte, Marcelo, kundër çdo logjike, pranoi. Vajza, e quajtur Ilia, hyri me kokën lart duke ignoruar shikimet përçmuese të klientëve. Ajo ju afrua Rafaelit dhe i tha se e dinte se çfarë kishte dhe se dinte si ta shëronte. Marcelo e mori si talje, por fjalët e saj ishin të qeta dhe të sigurta. Ajo nuk kërkoi para, vetëm ushqim. Kur i sollën një pjatë të thjeshtë me oriz, fasule dhe mish, ajo nuk u soll me lakmi, por me mirënjohje dhe respekt, duke kërkuar edhe pak për ta marrë me vete. Kjo e preku thellë Marcelon. Ilia shpjegoi se njihte bim dhe rënje që mjekësia moderne i kishte harruar, dije të trashëguara nga gjyshja e saj. Ajo kishte humbur familjen dhe jetonte në rrugë, por ruante një dinitet të rrallë. Pasi hëngri, ajo tha se duhej të gjente barrat e duhura dhe se do të kthehej pas disa ditësh. Marcelo hezitoi, por besoi te fjala e saj. I dha adresën dhe e lejoi të largohej. Rafaeli, për herë të parë pas shumë kohësh, kishte shpresë në sy. Ditët që pasuan ishin të mbushura me pritje dhe ankth. Sëmundja e djalit po përparonte dhe çdo lëvizje bëhej më e vështirë. Megjithatë, ai besonte se Ilia do të kthehej. Kur më në fund ajo u shfaq në portën e shtëpisë së madhe të Marcelos, duke mbajtur një çantë të vjetër me barra, zemrat e tyre u mbushën me lehtësim. Ajo hyri pa u mahnitur nga luksi dhe kërkoi menjëherë të shihte Rafaelin. Infermierja private dyshoi dhe e quajti të rrezikshme t'i besoi një fëmijë rruge, por Marcelo, i dëshpëruar dhe i vendosur të provonte çdo mundësi, e mbrojti vajzën. Në dhomën e Rafaelit, Ilia ju afrua me butësi, duke e pyetur për dhimbjet dhe duke vëzhguar trupin e tij me vëmendje. Ajo e dinte se sëmundja nuk ishte e zakonshme dhe se kërkonte një trajtim që shkonte përtej barnave të shtrenjta dhe aparateve moderne. Me qetësi, ajo përgatiti çajra dhe përzierje nga bimet që kishte sjell, duke shpjeguar se natyra mbante përgjigje që njerëzit i kishin harruar. Marcelo e shikonte me një përzierje frike dhe shprese. Ai e dinte se po hynte në një rrugë të panjohur, por nuk kishte më asgjë për të humbur. Në sytë e Ilias nuk kishte mashtrim, vetëm dëmshuri dhe vendosmëri. Ajo nuk kërkonte shpërblim, vetëm besim dhe mundësinë për të ndihmuar. Dhe në atë dhomë të qetë, mes aromës së barrave dhe frymëmarrjes së vështirë të një fëmije, u ndes një shpresë e re. Ishte shpresa se, ndonjëherë, mrekullit vijnë nga vendet më të papritura dhe se një zemër e pastër mund të mbajë qelsin e shërimit, edhe kur bota e pasur dhe e fuqishme ka dështuar. Ana e majta e kraharori më duket i rëndë, sikur diçka të më shtyp. Ilia pohoi seriozisht, u ul në skajin e shtratit dhe zgjati duar. A mundem? Rafaeli ja ofroi krahun dhe ajo e mbajti me delikatesë. Mbylli syt me gishtat që shtypnin pika të caktuara në kyçin e dorës së djalit. Qëndroi kështu për disa çaste të gjata, aq e përqendruar sa dukej sikur kishte harruar ku ndodhej. Çfarë po bën? Pyeti Marcelo. Po ndiej, u përgjigj Ilia pa i hapur sy. Trupi flet për ata që din ta dëgjojnë. Kjo është qesharake, murmuriti Helena nga dera, duke e vëzhguar gjithçka me skepticizëm. Ilia hapi syt dhe ja lëshoi krahun Rafaelit. Ajo e shikoi drejt e në sy Marcelon. Djali juaj nuk ka një sëmundje. Si kështu nuk ka sëmundje? Helena qeshi. Ai është qartësisht i sëmur. Ai ka një helmim, e korrigjoi Ilia duke ignoruar infermieren. Diçka po e helmon trupin e tij ngadalë, duke bllokuar nervat dhe duke paralizuar muskuj. Marcelo ndjeu sikur toka po i rrëshiste nën këmbë. Helmim? Por si? Nuk e di ende, por e di që nuk është një sëmundje natyrale. Dikush ose diçka po e shkakton këtë.
kjo është absurde, ndërhyri sërish Helena. Rafaeli ka bërë 10 analiza toksikologjike. Të gjitha kanë dalë negative. Sepse kanë kërkuar për helmet e gabuara, tha qetësisht Ilia. Ekzistojnë substanca që mjekësia moderne nuk i zbulon. Substanca të vjetra, të harruara, që veprojnë ngadalë dhe në heshtje. Dhe si e di ti këtë? Kërkoi Marcelo. Për herë të parë, Ilia hezitoi. Syt i mbushën me një dhimbje të vjetër. Sepse kështu vdiq gjyshja ime. Heshtja që pasoi ishte e rëndë. Ilia mori frym thellë para se të vazhdonte. Gjyshja ime ishte shëruese. Ajo njite çdo bim të zonës. Dinte të përgatiste ilaçe për gjithçka. Njerëzit vinin nga larg për ta kërkuar, por ajo dinte edhe të dallonte helmet. Dhe kur filloi të vdiste në të njëjtën mënyrë si po vdes Rafaeli, e kuptoi se dikush po e helmonte. Kush? Pyeti Rafaeli i tmerruar. Njerëz që kishin frikë nga dijet e saj, njerëz që mendonin se ajo bënte magji, se ishte e rrezikshme. Ata e helmuan ngadalë me një bim të rrallë që paralizon trupin pa e vrarë shpejt. Dhe nuk arritët ta shpëtonit? Pyeti Marcelo më but. E zbulova shumë vonë. Kur e kuptova çfarë po ndodhte, ajo ishte tashmë shumë e dobët. Por para se të vdiste, më mësoi gjithçka. Më mësoi të njoh shenjat, të identifikoj helmin, të përgatis antidotin. Ilia hapi çantën prej pëlhure dhe tregoi qeska me barra të thata, rënje të çuditshme dhe gjete që Marcelo nuk i kishte parë kurrë. Ky është antidoti? Pyeti ai. Një pjesë e tij. Por së pari duhet të jem e sigurt se cili helm po përdoret. Ka variante dhe përdorimi i antidotit të gabuar mund ta përkeqësojë gjendjen. Si do ta zbulosh? Duhet të di gjithçka që Rafaeli ha, pi dhe prek. Duhet të shoh ambientet e tij, objektet, njerëzit. Helena bëri një hap përpara. Po sugjeron se dikush në këtë shtëpi po e helmon Rafaelin? Po them se helmi nuk shfaqet vetë. Dikush po e vendos. Pyetja është kush? Marcelo ndjeu gjakun t'i ngrinte në vena. Ideja se dikush i afërt mund t'i bënte keq djalit ishte e tmerrshme, por kishte kuptim. Mjekët nuk gjenin shpjegim sepse nuk ishte sëmundje, ishte krim. Ilia, ke lejen time të hetosh gjithçka dhe të gjithë në këtë shtëpi. Nëse dikush po i bën keq djalit tim, dua ta di. Zoti Costa, kjo është një gabim, protestoi Helena. Është vendimi im. Dhe Helena, je e pezulluar derisa kjo të zgjidhet. Nuk dua askënd pranë Rafaelit që nuk e besoj plotësisht. Infermierja u zbe. Po më akuzoni? Po tregoj kujdes. Nëse nuk ke asgjë për të fshehur, nuk duhet të shqetësohesh. Ajo doli e zemëruar duke përplasur derën. Marcelo e dinte se kishte krijuar një armike, por nuk i interesonte. Jeta e Rafaelit vlente më shumë se çdo diplomaci. Faleminderit, Ilia, tha ai me zë të ulët. Mos më falenderoni ende. Duhet ta vërtetoj. Do ta vërtetoj, por do të duhen disa ditë. Duhet të vëzhgoj, të testoj, të përjashtoj mundësi. Mund të qëndrosh këtu, ofroi Marcelo. Ka dhoma të mjaftueshme. Ilia shikoi rreth e rrotull dhomën luksoze dhe rrobat e saj të vjetra. Nuk e di nëse është e përshtatshme. Është e nevojshme, tha Rafaeli. Të lutem, qëndro. Në zërin e tij kishte aq shumë frikë sa Ilia nuk pati zemër të refuzonte. Në rregull, do të qëndroj. Atë natë, Ilia filloi hetimin. Ekzaminoi çdo cep të dhomës së Rafaelit, çdo objekt, çdo sipërfaqe. Nuaj astëkët, kontrolloi çarçafët, analizoi lodrat dhe librat. Po kërkoi mbetje, njolla, çdo gjë që nuk duhet të jetë këtu. Në sirtarin e tretë të komodinës, ajo gjeti një pluhur të hollë, pothuajse të padukshëm. E preku me gisht, e çoi në gjuhë dhe u zbe menjëherë. E gjeta? Pyeti Marcelo i alarmuar. E gjeta helmin. Ajo nxori një rënjë nga çanta, kafshoi një copë dhe e përtypi me shpejtësi, pastaj e pështyu një masë jeshile. Jam mirë, tha ajo. Rënja neutralizon helmin para se të hyjë në gjak. Çfarë helmi është? Është shumë i rrallë, i përgatitur nga lëngu i një peme që rritet vetëm në një rajon të veçantë. Vetëm dikush me njohuri të thella për bimët do të dinte ta nxirrte dhe ta përgatiste. Kush po ja bën këtë Rafaelit nuk është amator. Kush në këtë shtëpi njeh bimët? Pyeti Ilia.
Marcelo mendoi për kopshtarin, Ademirin, i cili kujdesej për kopshtin prej vitesh dhe kishte ofruar disa herë të përgatiste çajra për Rafaelin. Ilia filloi të përgatiste antidotin duke punuar gjithë natën. Në mëngjes, Rafaeli piu lëngun e hidhur dhe, për herë të parë pas javësh, arriti të lëvizte gishtat. Shpresa u kthye. Më pas, Marcelo dhe Ilia vendosën të hetojnë kopshtin. Aty gjetën një bim me gjethe të errëta dhe kërcel të kuqëremë. Kjo është bima e Haresës, tha Ilia me zë të ashpër. Është jashtëzakonisht helmuese. Një gjethe shkakton marramendje, 2 paralizë të përkohshme, 3 ose më shumë paralizë të përhershme. Amlia, kuzhinierja, u tmerrua. Ajo nuk e kishte përdorur kurrë, por Ademiri e kishte mbjellë, duke thënë se ishte për erëza. Marcelo dhe Ilia shkuan drejt serës për ta përballur. Ademiri i priti me një buzëqeshje të rreme, ndërsa akuzat ranë mbi të si rrufe. Ilia e shikoi drejt në sy dhe i tha se ai e kishte mbjellë duke e ditur çfarë ishte, duke hapur kështu fillin e së vërtetës që do të zbulonte kush po përpiqej t'i merrte jetën një fëmije të pafajshëm. Ai e dinte saktësisht çfarë ishte dhe, në një farë mënyre, e kishte futur në dhomën e Rafaelit. Kjo është absurde, protestoi Ademiri, por syt i tradhtonin nervozizëm. Unë kur nuk do t'i bëja keq djalit. Kujdesem për këtë shtëpi prej vitesh. Atëherë shpjego pse mbolle një bim helmuese në kopshtin e kuzhinës, kërkoi Marcelo. Unë nuk e dija që ishte helmuese. Dikush mi dha fidanët dhe më tha se ishin të mirë për çajra mjekësor. Kush? Pyeti Ilia. Kush t'i dha fidanët? Ademiri hezitoi më shumë se ç'duhej. Nuk mbaj mend. Po gënjen, tha Ilia. Dhe e di pse, nuk po punon vetëm, apo jo? Kopshtari u zbe. Nuk e di për çfarë po flet. E di shumë mirë. Dikush të pagoj që ta mbillje atë bim. Dikush të mësoj si ta ktheje në pluhur dhe ku ta vendosje. Kush ishte? Nuk do të them asgjë. Nuk mund të provoni asgjë. Marcelo e kapi fort nga krahu. Ose më thua kush është pas kësaj, ose thëras policin tani. Tentativë vrasjeje ndaj një fëmije. E di sa vite burg do të marrësh për këtë? Burri filloi të dridhej. Nuk doja. Më duhej para. Vajza ime është e sëmur. Më duhej të paguaja një trajtim të shtrenjtë. Kush? Bërtiti Marcelo duke humbur durimin. Ishte zonja Vernica. Emri ra si bombë. Marcelo e lëshoi krahun e Ademirit dhe u tërhoq mbrapa i tronditur. Jo, pëshpëriti. Nuk mund të jetë e vërtetë. Kush është Vernica? Pyeti Ilia. Marcelo u kthye nga ajo, fytyra e zbeth si letër. Ish gruaja ime. Nëna e Rafaelit. Heshtja që pasoi ishte shurdhuese. Ilia u përpoq ta përpunonte këtë. Nëna e Rafaelit po përpiqej të vriste djalin e saj. Ku është ajo? Pyeti. Duke udhëtuar. Të paktën kështu tha. Nuk e kam parë prej javësh. Marcelo, duhet ta gjejmë tani. Para se të lëviznin, telefoni i Marcelos ra. Një numër i panjohur. Ai u përgjigj me duar që i dridheshin. Marcelo Costa, tha një zë femëror elegant. Është Vernica. Shoh që e ke zbuluar projektin tim të vogël. Projektin tënd? Po e helmon djalin ton. E qeshura në telefon ishte e ftohtë. Ai nuk është djali im, i dashur. Nuk ka qenë kurrë. Dhe është koha të mësosh të vërtetën për shumë gjëra. Çfarë të vërtetë? Rafaeli nuk është djali yt biologjik. Ai është djali i burrit që ti shkatërrove. Dhe vajza e vogël Ilia pranteje, edhe ajo ka një lidhje me ty që nuk e imagjinon. Marcelo e Pailin, e cila ishte zbehur. Për çfarë po flet? Këmbënguli ai. Pyete vajzën kush ishte gjyshja e saj. Pyete emrin e plot. Jam i sigurt që do ta njohësh. Ilia hapi gojen, por nuk i doli zë. Le të bëjmë kështu, vazhdoi Vernica. Më gjej nesër në mesditë në magazinën e vjetër Riverside. Eja vetëm. Nëse sjell policin apo këdo tjetër, Rafaeli nuk do ta di kur të vërtetën për atë që është dhe ti nuk do ta dish kur pse Ilia u shfaq pikërisht në jetën tënde. Thirrja u ndërpre. Marcelo u kthye ngadalë nga Ilia. Cili ishte emri i plot i gjyshes sate?
Ilia mori frym thellë, duke e ditur se nuk mund të fshite më asgjë. Maria Helena Ferreira Costa. Costa, përsëriti Marcelo, duke ndier botën t'i rrotulloi. Ti je mbesa ime. Ilia pohoi me kokë, me lot që I rridhnin. Gjyshja ime ishte motra e babait tën. Kur ajo vdiq, e kuptova që kisha familje, që të kisha ty, por kur erdha këtu, ti ishe aq ndryshe nga sa kisha imagjinuar, kaq I ftohtë, kaq I ashpër me njerëz si unë. Nuk munda ta tregoj kush isha. Dhe për Rafael, nëse Vernica po thot të vërtetën, ka edhe më shumë në këtë histori nga sa dim. Marcelo u ul në dyshemen e serës, I path të qëndronte në këmbë. Në pak kohë kishte zbuluar se kopshtari po e helmonte Rafaelit me urdhër të ish gruas, se Rafaeli mund të mos ishte djali I tij dhe se vajza që I kishte shpëtuar jetën ishte mbesa e tij. Natën para takimit, Marcelo kaloi orë të tëra duke shqyrtuar dokumente të vjetra. Ilia qëndroi pranë tij në heshtje. Më trego për familjen time, I tha ai më në fund. Ilia shpjegoi për gjyshen, për konfliktin me baban e Marcelos, për dokumentet që kishte gjetur dhe për frikën që e kishte penguar ta kërkonte familjen. Ajo kishte vëzhguar nga larg, kishte parë Rafaelit në karrocë dhe kishte njohur simptoma, prandaj ishte afruar. Nuk mund ta linte Marcelon të humbiste djalin, siç kishte humbur ajo gjyshen. Të nesërmen, Marcelo u nis vetëm drejt magazinës. Vernica e priti, elegante, me një buzëqeshje të ftohtë. Ajo I tregoi për lidhjen me Ricardo Mendes, për faktin se Rafaeli ishte djali I tij dhe për hakmarrjen që kishte planifikuar. Zbuloi gjithashtu se babai I Marcelos kishte financuar helmimin e Maria Helenës për të mbrojtur interesat e tij në industrinë farmaceutike. Dokumentet e vërtetonin gjithçka. Marcelo u shemb, por në mes të dhimbjes gjeti vendosmërinë për të thyer ciklin e urrëties. Ai I ofroi Vernicës falje dhe një zgjedhje, të largohej ose të bëhej pjesë e shërimit. Ajo zgjodhi të largohej, duke lënë letra dhe kujtime për Rafaelit nga babai I tij biologjik. Kur Marcelo u kthye në shtëpi, gjeti Rafaelin të ulur në divan, për herë të parë pas shumë kohësh, dhe fëmijët e tjerë që luanin. Rafaeli e përqafoi I lumtur dhe Marcelo I tregoi se kishte shumë për t'i shpjeguar, për familjen, për të vërtetën dhe për faktin që Ilia ishte kushërira e tij. Në mbrëmje, në kopsht, Marcelo I premtoi Ilias se do të nderonte kujtimin e gjyshes së saj duke krijuar një klinik falas në emrin e saj, ku mjekësia tradicionale dhe ajo moderne do të punonin së bashku. Ilia qau nga gëzimi. Gjyshja ime do ta kishte dashur këtë, tha ajo. Dhe kështu, mes dhimbjes së vërtetës dhe shpresës për një të ardhme ndryshe, filloi një histori shërimi për të gjithë. Nëse dëshiron të studiosh mjekësi, unë do të financoj gjithçka. Pse po bën gjithë këtë? Sepse ti më tregove se familja nuk është çështje gjaku, por zgjedhje. Dhe unë ju zgjedh ju, ty, Rafaelin, këta fëmijë, të gjithë. Ilia e përqafoi xhaxhain që sapo kishte njohur dhe Marcelo më në fund e kuptoi çfarë do të thoshte të ndiheshe I plodh. Kishin kaluar disa javë nga takimi në magazinën Riverside. Javë ndryshimesh që transformuan jo vetëm rezidencën e familjes Costa, por jetën e të gjithëve që jetonin aty. Rafaeli ishte ulur në verandë duke vëzhguar kopshtin, ku Lucas, Marina, Beatrice dhe I vogli Davi luanin me një liri që nuk e kishin përjetuar kur më parë. Djali ende nuk ecte, por lëvizjet po ktheheshin ngadalë. Gishtat I bindeshin plotësisht, krahët po forcoheshin dhe, për herë të parë pas shumë muajsh, ai ndjente sërish këmbët e veta. Për çfarë po mendon? E pyeti Ilia, duke u ulur pranë tij me 2 filxhan çaji. Për sa shpejt ndryshoi gjithçka, u përgjigj Rafaeli. Para pak kohë isha duke vdekur. Sot shoh fëmijë të lumtur në kopsht. Kam një kushërir të mrekullueshme dhe zbulova se babai im nuk është babai im biologjik. Fjala e fundit doli e ngarkuar me një emocion që Rafaeli ende po mësonte ta përballonte. Je I zemëruar me të? E pyeti Ilia me butësi. Me baban tim? Me Marcelon? Rafaeli mendoi për disa çaste. Jo. Ai nuk e dinte dhe, edhe pasi e zbuloi, vazhdoi të më donte njësoj, ndoshta edhe më shumë. Dhe për Ricardon, baban tim biologjik, syt e tij u mbushën me lodh. Jam I trishtuar që nuk e njoha, që nuk pata mundësi ta thërrisja edhe atë baba. Ilia I shtrëngoi dorën. Por ti ke letrat, historitë. Një pjesë e tij jeton brenda teje. I ke lexuar? Jo ende. Kam frikë. Nga çfarë?
nga fakti se mund të zbuloj se ai ishte një njeri i jashtëzakonshëm dhe të ndjej edhe më shumë mungesën e diçkaje që kur nuk e pata. Ilia e përqafoi dhe të dy qëndruan ashtu për një kohë të gjatë, duke përpunuar humbje dhe fitime shumë të mëdha për moshën e tyre. Në zyrë, Marcelo po fliste me avokatin. Ai donte të kthente çdo padrejtësi të së kaluarës dhe të pastronte emrin e familjes, edhe nëse kjo do ta dëmtonte reputacionin. Kur mbylli telefonin, pa i lindë të dera. Duhet të flasim, i tha ajo. U ulën përballë njëri tjetrit me peshën e së vërtetës mes tyre. Baba yt e vrau gjyshen time, tha Ilia pa rrotullime. Ai jo vetëm urdhëroi, por planifikoi dhe financoi gjithçka. E di, tha Marcelo me zë të dridhur. Gjatë gjithë këtyre javëve kam menduar nëse do të mund të shikoja pa parë tek ti atë, nëse do të mund të quaja Xhaxha pa u djegur nga brenda. Dhe kuptova diçka, ti nuk je ai. Ne jemi zgjedhjet që bëjmë, jo gjaku që mbartim. Të falësh nuk do të thotë të harrosh, por të zgjedhësh të mos lejoj urrëtitjen të shkatërroj. Marcelo u afrua te dritarja, i prekur thellë. Je më e mençur se shumë të rritur. Gjyshja ime thoshte se mençuria vjen nga dhimbja që e kthen në forcë. Në atë çast, zilja e derës ra. Ishte Helena, infermierja, e lodhur dhe e penduar. Ajo kërkoi falje Rafaelit për heshtjen e saj dhe tregoi se kishte vizituar Ademirin në burg, duke kuptuar se ai kishte vepruar nga dëshpërimi për vajzën e sëmur. Një tragjedi që kishte lindur nga frika dhe hakmarrja. Rafaeli e fali. Jo sepse ishte e lehtë, por sepse kishte mësuar se zemërimi të helmon më shumë se çdo helm. Atë mbrëmje, ai hapi më në fund letrat e babait të tij biologjik. Lexoi për një burr të mirë, ëndërrimtar, që besonte se dashuria vlente më shumë se çdo pasuri. Marcelo e përqafoi dhe i tha se ai kishte dy baballar, një që i dha jetën dhe një që e rriti, dhe të dy e kishin dashur. Ditë më vonë, në dhomën e fizioterapisë, erdhi momenti i shumë pritur. Rafaeli u ngrit në këmbë. Hapi një hap, pastaj një tjetër. Fëmijët brohoritën, Marcelo qau, Ilia buzëqeshi mes lotëve. Ai po ecte. Në kopsht, Marcelo dëgjoi historitë e 4 fëmijëve. Të braktisur, të dhunuar, të uritur, por të mbjetuar fal një vajze të vogël që i kishte mbrojtur dhe i kishte mësuar të shpresonin. Ai u premtoi se do të shkonin në shkollë, se do të kishin një shtëpi dhe një të ardhme. Më pas erdhi dita e inaugurimit të klinikës popullore që mbante emrin e Maria Helenës. Një vend ku mjekët dhe shëruesit do të punonin së bashku, ku askush nuk do të refuzohej. Marcelo foli për të kaluarën, për gabimet, për nevojën për një të ardhme të drejtë. Ilia preu shiritin me duar që i dridheshin nga emocioni, duke ndjerë se gjyshja e saj po jetonte përmes atij momenti. Në mbrëmje, familja e zgjedhur u mblodh rreth tryezës. Ata ngritën gotat për familjen, për faljen dhe për shanset e dyta. Në yje, Marcelo i bëri një propozim Ilias. Dua të adoptoj ligjërisht. Jem besa ime nga gjaku, por dua të jesh vajza ime nga zemra. Ilia e përqafoi fort. Po, tha ajo me lot në sy, po. Muaj më vonë, Rafaeli bëri hapat e parë pa ndim, duke ecur drejt Ilias në kopsht, i gjallë dhe i lumtur. Marcelo i shikonte dhe falënderonte jetën. Gjithçka kishte filluar me një vajzë të vogël që kishte kërkuar ushqim në këmbim të një mrekullie. Ajo e kishte mbajtur fjalën dhe kishte shëruar jo vetëm trupin e një djali, por edhe zemrat e një familjeje të tërë. Në një qiell plot hyje, ata kuptuan se familja e vërtet nuk është ajo që nuk ka plag, por ajo që zgjedh të qëndrojë bashkë pavarësisht tyre. Dhe kështu, me dashuri, falje dhe guxim, filloi një histori e re.